nuk është fluturon mbi 12.000, 14.000 metra lartësi, dhe thash është dron që kontrollon, është kontrollues, është komandues. Është sikur të marrësh, domethënë, shtabin edhe ta vendosësh mbi këtë. Ai ka gjithë aparaturat. Ai ka gjithë komandat, i merr të gjitha komandat. Kështu që them që e gjithë shtyrja që po bëhet, unë them që gjithë shtyrja që po bëhet pikërisht sepse nuk po gjejnë dot pozicionin se ku është ky dron. Pra momenti që do ta unë gjykoj se momenti që amerikan do ta sankcionojnë se ku është ky dron, në vend ndodhet, atëherë do ketë bombardimet menjëhershme, pikërisht në atë zonë ku ata pretendojnë, sepse normal ata duan që ta shkatërrojnë atë dron, nuk duan që të bie në dorën e iranianëve, se padyshim nëse bie në dorën e iranianëve, padyshim që të bie në dorë edhe të rusit edhe të kinezit, kështu që apo edhe vetë Koreas Veriut janë katër aleat njëri me tjetrin ku komunikojnë me njëri tjetrin dhe japin gjithë informacionet njëri tjetrit. Kështu që them që pika dhe blokada që bëri Amerika në Hormuz është pikërisht pasojë e kësaj për të gjetur një shkak apo një mënyrë shtyrjes sulmeve që duhet bëj karshi Iranit. E qartë. Ndërkaq, zotë Mërkoçi, nga ana tjetër, sa serioz është dhe rreziku që një incident pranë në Zgjerin Persik të ndezë ndoshta më tej edhe një luftë të pakontrollueshme, edhe mbas kërcënimeve të fundit që kanë ardhur nga Donald Trump, pra mund të ketë vërtet një sinjal për një veprim ushtarak real? Për sa i përket trupave toksore njëherë në mënyrë absolute jo. Do ishte një katastrofë për ushtrin amerikane e para, sepse nuk i ka kapacitetet për të bërë një ndërhyrje ushtarake, pasi për të bërë një ndërhyrje ushtarake automatikisht duhet të kesh disa pika, disa baza paraprakisht. Atë që provoj para disa kohësh që provuan me atë të ashtu quajtur humbjen e pilotit, që bën një manovër për të krijuar një bazë, nuk e arritën dot. Madje vetë Trumpi deklaroi që ashtu si dhe generalet që ku i sulmuan avionët tanë, ta i sulmuan mira vetë, tha jo 1-2, domethënë një gjithë populli që ishte i zonës aty e sulmoi. Dhe pati atë dështim që pati, pavarësisht se e quajtën një operacion të fituar për gjetjen e pilotit, ku su mor vesh edhe piloti, emri pilotit apo piloti apo gjeta su gjithë su mor. Pra ishte një lajm për të mbuluar të pjesën që ata kërkonin që të krijonin një bazë para se të bëhesh sulmi, apo një bazë për të mësyer në centralën bërthamore, për të marrë atë uraniumin e famshëm që kërkojnë. Dhe pjesa tjetër, nëse do bëhesh në Hormuz një incident, i pari që do të kishte, domethënë shkatrimin do ishin Emiratet e Bashkuara të Arabe. Gjë që Irani ka deklaruar nga kohë, nëse do futen trupa, do futen nga çdo vend që të futen dhe automatikisht do futen nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ai vend jo vetëm do sulmohet, por edhe do pushtohet. Kështu që nuk besoj do ta marrin këtë lloj iniciative. Iniciativa e vetme që i mbetet Amerikës është luftimi siç kanë bërë për 40 ditë rresht nga ajri me raketa, por edhe këto raketa tashmë bëhen pak kushtueshme, vjen një kosto shumë e madhe, dhe ajo që unë gjykoj se do të ndodhi ajo pjesë që Amerika do ta shtyjë, thash, për një arsye shumë të fortë, siç është humbja e dronit, dhe ta shtyjë deri në datë 10 i maj, ku pastaj presidenti Trump është i detyruar të shkojë në Kongres për të marrë vendimin, dhe aty pastaj mund të justifikohet me atë që nuk dha leje Kongresi për vazhdimin e luftës dhe tërhiqjen. Pasi këtë tërheqje do bëhet edhe për arsyeën e thjeshtë, sepse asnjë vend i NATO-s nuk arriti dot të bashkohet kësaj lufte, por çdo gjë ngelet pezull, për sa kohë nuk ka një argument të saktë edhe bindës nëse sulmohet apo nuk sulmohet Irani. Por gjithmonë do të kemi parasysh gjithmonë që frika më e madhe është tek Izraeli. Izraeli mund të bëjë atë që bëri me datë 28, mund të bëjë
rishtas, mund të sulmoj në mënyrë befasishme dhe patjetër që do ketë kundërpërgjigjen e Iranit. Ashtu siç ndodhi me datë 28, domethënë që pavarësisht se u vrak Khamenei, pavarësisht se u vrak disa antarë të shtabit përgjithshëm, ata vazhduan betejën, vazhduan luftën e tyre dhe nuk u ndalën në asnjë sekond. Dhe gjykoj që të gjitha ato çfarë Irani ka deklaruar nuk kanë qenë deklarata fake, nuk kanë qenë deklarata të pa baza, ashtu siç deklaroi në kohën e luftës ku tha mund të përdor një raketë tjetër dhe ndori atë raketën fishek zjarr, ta quajmë që lëshot bomba të tjera. Goditi me strategji, goditi atë që ai Irani ka kërkuar dhe ka deklaruar gjithmonë, po bota gjithmonë apo dhe Europa heshti atë centralin atmosferik, pra që mblidh të errët e zonës dhe ja hiqte Iranit. Dhe me goditjen e këtij centrali ndodhi që pas kësaj në Iran filluan shirat, filluan përmbytje, filloi bora dhe deklarata e Iranit ishte që ajo çfarë ne kishim deklaruar që Izraeli dhe SBA ne kanë bërë këtë lloj bllokade u vërtetua tashmë me rënien e shiut edhe të borës. Kështu që Irani ka deklaruar që kam një armë tjetër, cilët askush nuk e di, por thash merret me shumë pak rezerva kjo, sepse thash sa herë që ka deklaruar që kam një armë tjetër apo do përdor një strategji tjetër, gjithmonë e ka përdorur. Dhe po ta vëmë re, ai ka përdorur raketat e vitit 2014, ishte ajo bomba fishek zjarr, ta quajmë, ishte viti 2014, por sot jemi në 2026. Por aleatët e tij, siç është Kina, patjetër që mund ta ketë furnizuar edhe me armë apo me raketa të tjera. Mos harrojmë se Kina ka një raketë MQ 4C, duke të është që shkon deri në 20.000 kilometra larg dhe askush nuk e di nëse e ka sjell apo nuk e ka sjell Iranit. Kështu që çdo lloj incidenti, çdo lloj konflikti që ndodh janë ata ushtarakët që komandojnë, pavarësisht nga dëshira e Trumpit, pavarësisht nga deklaratat që bën Trumpi. Mos harrojmë se së fundmi një nga ushtarakët më të lartë detar u shkakua pikërisht në Trumpin një konflikt që kishte Trumpi me këtë lloj admirali të flotës detare dhe e shkarkoi. Kështu që nuk do të harrojmë për asnjë moment që edhe brenda Magës apo edhe vetë në Amerikë ka një rënje për sa i përket presidentit. Ka shkuar deri në 40%, 37%, 38%. Është një rënje drastike, gjë që edhe vetë republikanët nuk e pranojnë, sepse patjetër janë zgjedhje që janë në dorë dhe republikanët nuk mund të pranojnë dot një humbje të tillë, sepse i bie nëse në dorë humbasin Senatin dhe Kongresin, atëherë i bie që kanë një qeveri fiktive, themi, pa forcën vendimase, se gjithë vendimet kalohen në Kongres edhe në Senat. Çdo gjë bëhet në Senat. Ne kemi rastin e ambasadorit të caktuar në Shqipëri, i cili patjetër duhet marrë votat në Senat që të fillojë si ambasador. Po edhe aty ka konflikte brenda për brenda, kështu që prandaj them është shumë e vështirë ta cilësosh apo të japësh një definicion të fundit dhe të thuash që do ndodhi kjo dhe do ndodhi kjo. Unë gjykoj gjithmonë që pas bisedimeve që bëri Xhedi Venci dhe u largua nga ato bisedime, bisedimet e tjera u shtyn pikërisht nga Trumpi dhe pikërisht unë prapë ngul këmbë që pikërisht u shtyen sepse ka ndodhur në atë moment ka ndodhur edhe zhdukja e këtij droni. Dron që themi unë e cilësova dhe herë dhe prapë e cilësoj që është njësoj sikur në tavolinën e shtabit përgjithshëm të Amerikës të ketë një iranian. Dhe gjoni të shkoj Iranit për gjithë lëvizjet që bën ushtria
amerikane, qoftë ajo toksore, qoftë ajo detare apo ajrore. Kështu që në një gjykim të thjesht, pavarësisht se shumë nga mediat janë sulur dhe po pretendojnë se do ketë ndërhyrje ushtarake, do ketë një forcë të madhe të Amerikës dhe po e paraqesin Iranin si një vend që është i shkatruar, është i bërë, po çuditërisht ky vend i shkatruar gjithmonë po përgjigjet dhe po kundër përgjigjet në të gjithë objektivat e tij. Patjetër janë njerëz të cilët bëjnë analizën, themi, duke qenë të shtyrë qoftë nga Mossadi, qoftë nga persona apo individ të tjerë të cilët kanë lidhje direkt me Izraelin dhe mendojnë se duke bërë një propagandë do fitohet. Por lufta nuk fitohet me propagandë. Lufta nuk fitohet as me shtyp dhe as me atë fege që mund t'japi çdo njeri. Ajo që është konkrete, ajo që është reale. Ngushtica e Hormuzit është një nga, themi, bombat që përdori Irani, po mos harrojmë se është edhe ngushtica e Bab el Mandelit, të cilët Huthët e kanë deklaruar që në momentin që Irani do goditet, ne do ta mbyllim ngushticën. Dhe mbyllja e kësaj ngushtice do të thotë pezullimi total, nëse sot nga ngushtica Bab el Mandel dalin Arabia shet naftën dhe dalin nga e ngushticë dalin tankerat dhe prandaj nuk është ndjerë kaq shumë, themi, ajo rritja galopante e naftës, ashtu siç edhe në Gjirin e Hormuz pavarësisht se është deklaruar dhe është thënë që Gjiri i Hormuz është i mbyllur, në asnjë moment nuk ka qenë i mbyllur, pasi qoftë kinezët, qoftë turqët, qoftë japonezët, të cilët kanë filluar tashmë, të gjithë vendet kanë filluar dhe kontaktet nuk po i bëjnë më me Amerikën për kalimin e anijeve të tyre, tankerët të tyre nga Gjiri i Hormuzit, po i bëjnë me Iranin. Pra, dashje pa dashje, Irani është kthyer në një faktor vendimtar në Gjirin e Hormuzit. Duan apo s'duan, na pëlqen apo s'na pëlqen, nuk ka rëndësi fare. E rëndësishme është ajo çfarë ndodh në terren. Dhe në terren ndodh që të gjithë këto anije, të tankera kalojnë. Para 2 ditësh, supozojmë, kaluan 16 anije, nga cilat 8 ishin apo 9 ishin tankera që kalonin dhe tjetër ishin mall. Kështu që në çdo moment Irani tash është përgjigjur me të njëjtën monedhë. Ajo që ju bllokua dhe kapën një anije, Irani u përgjigj me 2 anije të tjera. Në Gjirin e Hormuzit u bllokoi 2 anije të tjera me atë flotën e famshme, pavarësisht se është thënë që flota 180 anijet e Iranit janë të mbytura, realisht Irani nuk ka pas nuk është shquar për në një flotë detare, por kanë atë flotën e mushkonjave që quajnë ata, dhe pikërisht me këtë lloj flote ata kanë bërë të mundur edhe ndalimin e tankerave apo anijeve për të dalë nga Gjiri i Hormuzit, që nuk e kanë lejuar, por njëkohësisht edhe i kanë drejtuar për në Gjirin e Hormuzit, janë po kjo flotë që i drejton anijet në ngushticën e Hormuzit për të kaluar. Kështu që të gjitha shohim që lajmet janë shumë fake, ka lajme që kanë deklaruar që Gjiri i Hormuzit është i minuar, kur realisht nuk ka asnjë anije deri më sot, nuk ka goditur në një themi në një bombë që të ketë shpërthyer pikërisht nga këto mina. Nuk, edhe pse anijet kanë tentuar të kalojnë, kanë ndryshuar kursin, nuk kanë shkuar në atë vijën ku e ka përcaktuar Irani, kanë kaluar nga ana tjetër, prapë nuk kanë hasë në asnjë minë. Kjo vërteton që edhe ky lajm që është minuar ngushtica e Hormuzit duket se sikur është një lajm fake, nuk është lajm real. Por thash, gjithmonë mundohen shumë media mundohet e paguar, patjetër e paguar nga agjenturat të ndryshme dhe